Pas ankesave të shumta të biznesit vendase dhe banka botërore e cilëson sistemin tatimor në Shqipëri si një ndër më të vështirët në rajon e botë pasi krijon kosto të larta dhe penalizon sipërmarrjen. Në raportin e përgjithshëm të Bankës Botërore të paguash taksa, në të cilin analizohen sistemet fiskale në 185 ekonomi të botës, Shqipëria renditet në 25 vendet e fundit. Shkaku kryesor për këtë pozicionim janë procedurat e shumta dhe bara e lartë administrative që i ngarkohet sipërmarrjes, krahasuar me vendet e tjera. Në raport shkruhet se një biznes në Shqipëri duhet të kryejë të paktën 44 pagesa taksash në vit. Këtu përfshihen kontributet, tatimi mbi fitimin të VSH-ja dhe taksat e tjera lokale. Po kështu sipas raportit të paguash taksa, një ndërmarrje në Shqipëri harxhon 357 orë në vit për të mbyllur përgatitjen e dokumentave dhe shlyerjen e detyrimeve tatimore, ndërkohë që në rajon kjo kohë llogaritet 260 orë, ndërsa në vendet e zhvilluara vetëm 176 orë në vit. Thjeshtimi i procedurave tatimore është një nga treguesit ku Shqipëria ka ecurinë më të dobët në klimën e biznesit. Sipas Bankës Botërore, Shqipëria ka sistemin fiskal me burokraci dhe procedurat më të rënduara jo vetëm në rajon, por edhe në botë duke rënduar biznesin me kosto shtesë.